dy partitë kryesore në vend, PS dhe PD, kanë nxjerrë për konsultim publik draftin e projekt ligjit për financimin e partive politike në kuadër të reformës zgjedhore, si dhe procesit të integrimit evropian. Projekt ligji synon rritjen e transparencës, duke detyruar partitë politike që të raportojnë financat e tyre gjatë gjithë vitit, jo vetëm në fushatat zgjedhore. Për monitorimin dhe zbatimin e këtij ligji, institucioni përgjegjës do të jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një risi në këtë projekt ligj është edhe financimi i grave dhe të rinjve në strukturat e partive politike, me një grant prej 5% nga buxheti i shtetit, i cili do të hyjë në fuqi nga 1 janari i vitit 2027. Por ky draft nuk ka kaluar pa kritika nga shoqëria civile dhe aktorë të tjerë politik. Ku qëndrojnë partitë e reja politike në këtë draft? I gjithë drafti i prezantuar dhe në Komisionin e Reformës, po edhe pjesë e konsultimit, nuk ndryshon asgjë në thelb nga çfarë kemi pasur më përpara. Pra bëjnë lëvizje të vogla, të cilat nuk japin zgjidhje shumë problemeve që kanë të bëjnë me financimin e partive politike. Dhe problemi kryesor në financimin e partive politike është transparenca. Në qoftë se ne thjesht vendosim disa kritere pak më të forta për dhuruesit e partive dhe ndërkohë nuk kemi vendosur asnjë penalizim për çdo paratëpisët, për çdo oligark, për çdo pronar mediash që në një formë ose në tjetër financon partitë politike fshetas dhe sipas draftit të ri dhe mund ta bëj, madje dhe po të zbulohet gjobitet në mënyrë formale të vogël, nuk mban përgjegjësi penale. Pra këto nuk kanë pikë vlere. Pra, përderisa ne nuk kemi transparencë për shpenzimet, to drafte të cilat bëjnë vetëtisht rregullime minore, nuk e zgjidhin fare problemin e financimit të partive politike, përkundrazi kërkojnë ta mbajnë svar në mënyrë që PD-ja dhe PS-ja të vazhdojnë të dominojnë skenën politike. Ajo që shoh problem në legjislacionin, në draftin e propozuar, është që nën maskën e transparencës po fshihen propozime të cilat shkojnë në dëm të veçanërisht të përfaqësimit qytetar, veçanërisht të partive të reja, sepse partitë e mëdha kanë një buxhet të konsoliduar nga fondi publik që ka akorduar buxheti i shtetit dhe si rrjedhim ata impaktohen shumë pak. Ndërkohë që partitë e reja, duke kufizuar siç është kërkuar që të kufizohet të ardhurat, të tatohen të ardhurat, që është jo vetëm një padrejtësi shumë e madhe që u bëhet partive politike, por është një gaf për mendimin tim, konsideruar këtu edhe legjislacionin evropian, Bashkimit Evropian, apo konventat europiane për të drejtat politike. Po në parim sa herë PD-ja dhe PS-ja bëhen bashkë, bëhen përkeq. Kemi një draft të ligjit për financimin e partive politike, që në këndvështrimin tim është të jetë problematik, për disa arsye. E para sepse sanksionet nuk janë serioze. Sanksioni na thot drafti propozuar nga PS-ja dhe PD-ja është një gjop maksimalisht prej 100.000 lekësh të reja. Pra ti mund ta financosh një parti në mënyrë krejtësisht paligjshme, 200 milion lekë të reja, vetëm të paguash një gjop 100.000 lekësh të reja maksimalisht. Tani, kush financon një oligark apo një biznesmen që administron paratista? Kush ka ndërmend të hedh kaq shumë para në parti politike, nuk e ka për gjë një gjop prej 100.000 lekësh të reja në vit. Dhe ç'është më e keqja? Partia që i merr këto para nuk ka detyrimin t'i kthejë mbrapsht. Ligji nuk shërben për të vendosur sanksione shkurajuese. Cilat janë kritikat e tyre dhe zgjidhja për një draft më të mirë? Pavarësisht se na është lënë një vend në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ne kemi refuzuar të shkojmë dhe të marrim pjesë, të bëjmë pjesë e farsës, sepse shikojmë që nuk ka besim. Kemi zgjedhur që të zgjedhim tematika të veçanta ku mund të vend të diskutojmë edhe mund të japim një kontribut, siç është pjesa e financimit të partive. Ndodhemi në një klim totalisht mosbesuese, ndonse në një lloj paqeje PD-PS-je, sepse në sa duket kanë arritur një dakordsi. Dakordsia vetëm që ata kanë është të mbajnë njëri tjetrin, të mbajnë duopolin dhe shikojnë kërcënim partitë e reja. Propozimi ynë është duhet të hiqet në mënyrë kategorike tatimi i të ardhurave të partive politike, nuk mund të tatosh të ardhurat, askund në botë nuk ndodh të tatohet një parti politike, pra kjo duhet absolutisht duhet hequr menjëherë. Rekomandimi tjetër është të mos ndryshohet fasha tavan e kontributit të individit në periudhën një vjeçare. Nga ana tjetër, një propozim shumë delikat është edhe propozimi i publikimit të dhënave të donatorëve.
Së pari sepse duke kontribuar ti tregon bindjen tënde politike. Dhe jemi në një kontekst në Shqipëri ku në momentin që ti tregon bindjen tënde politike, rrezikon që të intimidohesh, të presionohesh apo të kesh pasoja në profesion, në punë apo në familje. Ne do të propozojmë që të ketë një fash ku nuk e detyron qytetarin të publikojë domosdoshmërisht të dhënat e tij, sepse kjo e ekspozon shumë votuesin duke e dekurajuar. Ne kërkojmë të vendosem tavane që respektohen të financimit të individëve, të kompanive për parti politike. Të ketë sanksione të forta, penale, të rrezikojnë burgu drejtues të partive apo përfaqësues të tjerë partive në rast se partia financohet dukshëm në mënyrë të palishme. E treta, jo thjesht përfituesit e statusit investitori strategjik apo të kontratave koncesionare me shtetin, që nuk duhet të financojnë partitë politike, po as përfitues të lejeve të ndërtimit, as pronarët e mediave. Dhe mbi të gjitha, kërkojmë që institucionet ligjzbatuese, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe SPAK-u, edhe organet e tjera ligjzbatuese, të kenë pavarësinë dhe fuqinë e mjaftueshme për të bërë hetime pasurore të atyre që financojnë partitë politike.